Mësuesja rrah nxënësi në Prizren. Sa të mbrojtur janë nxënësit në shkolla. Një nxënës i mitur dyshohet të ketë qenë viktime dhunës nga mësuesja e tij në shkollën fillore të mesme të Olët, Ganisa Ramati në Prizren. Ngjarja ka ndodhur me 24 mars, ndërsa në polici është lajmëruar dje nga prindi i viktimës. Mësuesja kujdestare e klasës, Zihnie Gurmani, dyshohet se e ka goditur 3 herë në fytyrë nxënësin 14 vjeçar Epik D, i cili ka marrë ndihmë mjekësore dhe posedon në raport për lëndimet e marra. E dyshuara është intervistuar nga policia dhe me udhëzim të prokurorit të shtetit, rasti është cilësuar si lëndim i lehtë trupor dhe po procedohet në mënyrë të rregullt. Kohët e fundit, rastet të ngjashme të dhunës në shkolla të Kosovës janë raportuar shpesh, por ky nuk është i vetmi dhe nxjerr në pas shqetësime serioze për sigurinë e nxënësve. Në muajin shkurt, gjithashtu në Prizren, profesori ka goditur me grushte nxënësin e shkollës 11 marsi, e që nxënësi ka marrur lëndime të lehta trupore. Si dhe rasti tjetër në Prishtinë, më saktësisht në shkollën Pavarësia, ku bëri buj një video në rrjetet sociale, mësuesi duke e goditur nxënësin.